Pas të më qenje rrezikshëm. Pas të më qenje rrezikshëm. Vis të pyes edhe jam kurioze të shoh se si do devijosh. Jo, unë nuk devijoj. Jo? Unë jam i person që jam rrit në jetë dhe më ka përballë jeta me çuna. Atër kush janë llazorët? Ta mare? Po. Që më kanë rujt dhe i kam rujt. Unë këshumë roklash nuk njof. Mu kush mjef për jashtë e di si jam. Unë jam i drejt, nuk kam interesa, nuk kam gjojna. Këtë jetë kom ardhë vetëm, do vdes vetëm. Po erdhe në një i mirë me ato merita që unë i, do më thënë qujtë drejta, i them bujrëm. Në qofë se jo, unë jetoj edhe vetëm. Unë e kam thonë dhe unë nuk jam lojtar. Unë këtu kam hy si visi, as si artist, as si gjo. Do dalë si visi. Sfida më e modhe këtu nuk janë as legët, as më bo pjesë e tjere, as më i pëlqy njerëzve, unë kush do më pëlqe, kush do s'më pëlqe. Sfida më e modhe është me hy vetja edhe me dalë vetja. Bravo. Kjo është sfida ime. E kupton. Ta shi se tjetri shef me prizmin e vetë, ka drejtë me të pa me prizmin e vetë. Unë nuk kundërshtoj as një dhe s'kam asnjë problemi, kurse herën tjetër, sinqerisht nga që kishte kakofoni këtu, kam kujtu se më ke thonë 5 emrat e personave që nuk punojnë. Dhe kam sjaru dhe mrapa. Dhe nuk i tregoj më vllase, e para punës edhe... Po s'du me ofendu më plak, se menoj dhe për njerëz të juj në përshpia, menoj dhe për gjojna dhe mu nuk prish puna. Po për të sjaruar këtë deklaratën që kishe bërë sonte, cilët janë këto që puthen, këte i puthen llazorët, the llazore. E di fjallë llazore që është? Po. Ta shpjegoj për publikun? Po, shpjegoj. Okej, ka qenë një fest pagane që e kena pas bone para viteve 90, dilqin kalamet e lagjës, si karnevale, si Halloween i sot, dhe më dhënë shkoshin derë, edhe veç bërticin, veç ashtu. Dhe nga e ka qenë si shpreje, më shijak, nofta dhe vene tjera në Shqipërit mesme. Kush janë llazorët aty të ferma? Njërës që flasin shumë. Kush? Qyqa. Prap s'keni kamerë, që ju ka nëllim, nuk përnë kamerë? A shikon që i e mjeshtër ti, mjeshtër. Unë nuk jam mjeshtër. Unë nuk jam mjeshtër, po vjen zorë. Më vjen zorë. Më vjen zorë me Arbana, pse juve nuk ju vjen zorë dhe më dhe me etiketu njerëzit, sepse unë nuk jam këtu, nuk i kam zjedhë të njerëz njetë. Këto janë punëtorët e juj, si që jam dhe unë. Ti ishin miqtë e mi, i kisha zjedhë nërishë unë. Unë ka ra me këto. A ke një mik ti aty brënda? S'kam hy me zonë miq. Kam hy me qenë korrekt dhe me bashketu me njerëz. Miq, kom unë, marojnë mrena gjishtave të kësaj që i kom provu, qohen për mund 3 notës, qohem unë për aton 3 notës, misia, sheshnia o gjëja modhe. Nuk një robi për i muj. Arbana, të them një varë këtë Majakovskit? Po, pa tjetër. O Perëndi thot, pse s'bëre dot që njerëzit pa frikë, të putheshin, të putheshin, të putheshin. Pa frikë. Pa frikë, po ti që e ke Perëndiq, thot, nuk je Perëndi, pra ndaj do të në nëzjerë një thikë. Të putheshin, të putheshin, të putheshin. Ajo më pas ka sha mu garop, edhe prape putha dhe kam për ta puth. Punë e madhe fort mi, se mos ka vetëm atë anë. Është kaubojse, po shpirtin e ka tjetër. Kaubojse? Ta i qita pistoletën. Po prafus, i qitet i gjitha, s'ka ngell më të ashtë. Ilir, qëfar mendon për qasjen e visit? Kush? Edhe njërë Arbana. Iliri do ta pyesja. Qasjen e visit unë e komentova, është 2 drejtimshe, pa diskutushme kjo gjë. Se është nga prizmi jotë? Nuk, nga prizmi im, sigurisht. Pa tjetë. Nuk flasë unë asnjëherë për asnjë njëri tjetër. Visi son dhe s'ke për të fletë pa të puthun. Po, mund të ambaroj. Edhe ma më të tuki ka puthun. Është zgjedhja e ti, sepse e bën atë e di vetëm ai, unë Visin e vlerësoj shumë si punëtor, por Visi duhet ketë një gjë shumë kujdes. Zgjimi i sirenave nga fundi i detit është i rrezikshëm. Do ta kapin, do ta zhysin dhe sipër do ngjitet vetëm skeleti i Visit. Romier. Oliri. Po të gjë pak Romier. Metër. Romier. Prisi që e i kalibër. Dëgjoj Arbana, po nuk mundem të flasë, se ka zhurmë. Ju lutem, të dëgjoj Romierin? Shiko Arbana, mua më ka pyetur edhe Agaj dhe unë kam dhënë mendimin tim, biles e kam dhënë të gjatë dhe gjërë, në mënyrë të elaboruar, po për te atyre që kam thënë, nëse do të thoja diçka pak më shkurt,
është kjo që me sa i njohun Visin, gati 30 vjetë, dhe si jam pak, unë e kam folë dhe me Visin e kam thënë, është këtu në fermë është një vis i cili vjen nga një botë e lirë, ku njerëzit shijojnë jetën, shijojnë momentin, përpiqen të jenë sa më shumë pozitiv, mos e stresojnë veten, mos të vdesin qelizat trurit duke u marrë me çikrrima, edhe duke mos u marrë me llafe etj. Kështu që në këtë sens, duke e njohur këtë visin tjetër, jo atë visin që kam njohur qysh më herët, unë mendoj se visin në këto ujëra është. Sepse unë, më falë, për të thonë atë që thotë Romiri, sepse unë e kam kryer, si të thush ato luftrat me kush du me qenë, qa du me arrit etj. Tash i thjesht kom qef me e shiju më paqe këtë dynjollik që është shumë i bukur. A e shijon, apo e shijon? A e shijon të e shijon? Jashtë apo këtu? Aty. Po si mos e shijoj, kom kafshët, kom tronglin, kom specin, kom patligjonin. Që thuti më si mos me e shiju, faleminderit që i kemi këtu. Edhe disa miq tu që, domethënë, persona këtu që janë me të vërtet pozitiv, pa deshme. Por, ka ca tjerë mas nej që kanë ha dhe veta më lëre. Inshallah i zgjidhin. Kush janë këta? Po, mos e pyet kush janë, se nuk ta thot. Po një nga ato që fliste për shembull, me që ma tha, një nga ato që flet shumë është Liri. A shqyqyr që e Liri flet shumë. Po shqyqyr që e thej... Jo, faleminderit, se kishin kuptuar ju? Jo, se kishin kuptuar. Çfarë thotë? Armina. Dhe më atë sfidën që bona për Naga Solare, dhe kisha dy fisht vështirë. Dëgjoj pak Arminën, sepse Armina është pak e revoltuar me ty, Visi. Po, Okej, Visi, jepi. pritet më shumë nga një individ që hyn brenda, një formatit të tillë, sepse sigurisht që është për të shijuar, po nga ana tjetër, patjetër që duhen nxjerr anë të karakterit tënd dhe duhen analizuar anët e karakterit personave të tjerë që ti aty brenda ke. Patjetër. Dhe është minimumi, kur ne të pyesim për një opinion, është minimumi që ti të shprehesh dhe të japësh mendimin tënd, nëse ti je vetvetja, atëherë do ishe vetvetja deri në fund dhe do flisë të vërtetën për atë që ti mendon. Po pse që ka kaq e vështirë, domethënë mund për t'jetë një njeriu shoqëri vetvetja edhe që pa e mos thënë jetë, mendimin. domethënë me ne në punë vetë në sap vetë mos i Po prisi sepse ti kujt. nuk e hyrë, po t'ishe për të ndetë në saptat, nuk do je në këtë lloj o Vis. Po pse për shembull nuk mund të ekzistojë ka fakti që futesh në këtë lojë për të treguar dhe që mos reagimi është një reagim. Po, Sepse s'po bravo. kuptojmë, s'po marrim asnjë Po mesazh më e nga kuptu pra Lali, se duke komo problemi, më e kuptu. Nuk është e vërtetë. Po problemi është S'po kuptojmë. Dhe kur neve Ose të kemi shembuj tjerë që trajtojmë një pyetje, ne minimalisht kur të trajtojmë një pyetje minimalisht shpresim një opinion Nuk e sepse dëgjova dhe ne pyetjen, kujtova se the 5 që nuk punojnë. 5 që punojnë këtu janë. Po edhe nëse qoftë që nuk Romiri, punojnë. përgjegjshëm dhe punëtor. Soni, e përgjegjshme dhe punëtore. Blerina, shumë e përgjegjshme dhe punëtore. 3, Iliri është i përgjegjshëm dhe punëtor. Dhe jom dhe vetë. Po shumë bukur, o Vis, tani kjo matematikë është, ne e kuptuam se kush nuk punon, a më kupton, kjo ishte. Po unë nga vetja s'dalë. Unë ju vlerësoj dhe juve, vlerësoj dhe formatin. Unë jam 49 vjeç. Ka lidhje mosha. Jo, s'po i drejt, do të thënë jam i lumtur për çka kam arrit. Jam i lumtur për çka kam arrit. Dhe nuk merrem me llafe zemrat e mia. Nuk merrem me llafe. Unë bëj punën. Bëj punën dhe çoj gjojna në Për shtëpi. punën je vlerësuar, ne kemi vlerësuar të gjithë për punën që ti bën. Je më punëtori në atë lloj aspekti. Stresin këtë dynjollik, njeriu nuk i vjen nga Zoti ose nga natyra. I vjen vetëm nga qenia njerëzore. Dhe ka aq shumë specie në natyrë dhe në këtë planet bukur që mund t'i eksplorosh dhe mund të kënaqesh me ta, se sa thjesht me kërku me morë vëmendje se s'bën nga njerëzit. Mu rëpt e shtëpisë mjaftojnë, gruaja ime mjafton, vëllezër, Po qa do këtu, obvioso, po qa do këtu atere? Po qa do këtu që ka ardhë atere? Po ja pra që të merrni ju me mu. Po pra, që duke mu nëryshe, që duke mu në aljen. Ja pra, me qenë dhe unë nëryshe.